Alo? Po, Aurora, më trego. 2 burra kanë abuzuar seksualisht në mua kur unë isha vetëm 10 vjeç. Isha vetëm 10 vjeç. Prindrit më lanë në shtëpi të kujdesasha për vëllain me kufizime mendore. Ata kishin ikur në varrimin e gjyshit. Si fëmijë që isha, e shkujdesur pas televizorit, nuk e kisha vënë re vëllain që kishte ikur. E shqetësuar dola ta kërkoj. Pyeta muratorët pranë shtëpisë që po ndërtoi. Më thanë se ishte aty. Shkoj, por ata më gënyen. Ishte një kurth. Njëri prej tyre më abuzoi seksualisht. Tjetri ruante tek dera. Nuk e kuptova atë kohë çfarë ishte ajo që ndodhi. E kam kuptuar disa vite më vonë. Mbaj mend që pas abuzimit, sjellja ime ndryshoi komplet. Kundërshtoja për çdo gjë dhe kisha shpesh të dridhura trupi. Prindrit më çuan tek mjeku, por nuk mund të tregoja se çfarë më kishte ndodhur, se personat që më abuzuan më kishin kërcënuar me jetë. 16 vjeç, vendosa të rrëmbehem me shokun e babit, 19 vjet më i madh se unë. E shija si të vetmin shpëtim për atë që më kishte ndodhur, dhe prindrit nuk i duroja dot më. Por kjo martesë ishte ferri për mua. Ai më dhunonte aq shumë sa humba shtatzëninë e parë. Vazhdova kështu 11 vite. Erdhëm në jetë 3 fëmijë derisa në një pikë mora vendimin më të rëndësishëm për jetën. Nisi një tjetër rrugtim i vështirë, por ishte shpëtimi për mua. Ka vajza dhe gra të cilat mbartin përgjatë gjithë jetës së tyre një sekret të dimshëm. Sot në seancën e parë do të vijë rrëfimi një zonje e cila është abuzuar seksualisht në moshën 10 vjeçare dhe që nga kjo ngjarje e ka ndjekur një kalvar i gjatë vuajtjesh dhe mundimesh. Por përpara se t'ju prezantoj me personazhin e mbrëmjes, dua t'ju falenderoj të gjithave që ndani historitë tuaja të dimshme dhe që prekin jo vetëm jetët tuaja, por edhe jetët e shumë personave të tjerë. Vjen sot në seancën e parë Aurora Dibra për të ndarë rrëfimin e jetës së saj. Aurora, ti sot nuk vjen si viktim në program, por si e mbjetuar e dhunës seksuale. Ke kaluar vërtet shumë në jetë, por ke arritur të gjesh qetësinë dhe dashurinë tënde. Si ndihesh sot? Ndihem e plotësuar, ndihem e lumtur, pavarësisht çdo shkaqe. Jam krenare për veten që ja kam dalë, të marr me vete edhe fëmijët e mi në këtë rrugtim. Ka dhimbje që të shoqërojnë akoma nga e shkuara jote edhe sot? Çfarë të caktuar, por jo edhe shumë, sepse unë i kam përballuar me anë të një psikiatre, këtu në Itali, kam bërë 3 vjet psikoterapi. Edhe unë jam përballur me shkëllimet time. A ka momente kur ti ndalesh edhe mendon që as vet nuk e besoje se do arrije deri këtu? Ti ishe kaq realizuar, ti ishe e lumtur për veten, për fëmijët e tu? Arrit të besoj se ja kam dalë, sepse kam luftu. Unë e kam kërku nimen gjithkohë, derisa më shtapa ja derë që tu është më hapë. Kena kalu, unë rikthehem të struktura, unë kam një strukturë për nëna me fëmijë, unë rikthehem flas me operatorët e shanës. Po. Unë edhe më thojnë që kjo është një rast që jo nuk ka një lejtë për me dalë, por nuk është lejtë për asë kam me dalë. Por njëri duhet me ditë me njoft edhe gabimet e veta një, sepse edhe kam bërë shumë gabimet një. Por të ndalur tek gruaja që ti je sot, dukesh sot një grua e fortë, e realizuar, por ka një pjesë të historisë tënde që shumë pak njerëz e dinë, por që ama është pjesa më e errët e jetës tënde. Dua të rikthehemi në fëmijëri dhe të na kujtosh cila ka qenë ajo fazë e jetës tënde kur ti je ndjerë e pasigurt. Unë s'kam qenë për sigurt në fëmijën time. Fillova dhe familje. Pse, Aurora? Me arrem për kanë babi. Pse? Se për një fjalë të tjerëve, unë rrasha, unë dënosha nga vetë për më jam. Për çfarë moshe flasim? 5 vjeç, 7, 8, edhe 10, ishte dhuna kur bashëm sherre, shethojnë sherre ose gabime. Gabime fëmijësh. Ishte bërtitën. Aja ishte gabime fëmijësh. Aja ishte dhunë. Dhunë që me të kapë prej divan, të kapë me shkapet për tokë. Ose kur më patën prej flokë, prej ma e flokë shkurt. Jam rrë kesh një formë që në kibes. Më kujtohet një këshi, ose dikush që vinte me pullot velet aty afër, i patëtarën dhe panë babit, sa bukur veshet Aurora si berka i djerë si mis. Vetëm për i këtë fjallë, e që për të rahën e dhe, e që për të rahën,
Po kanë mentalitetin e të Ku je rritur, në çfarë zone të Shqipërisë? Në veri? Në Shkodër. Në veri, e kuptoj nga dialekti, po. Këtë në qytet, në qytet, unë kam një dhe jam rritë në qytet në Shkodër. Edhe në qytet me këtë mentalitet. Dua të kujtoj moshën tënde 10 vjeçare, diçka që ty të bëri të rritesh para kohë dhe madje të zhytin në një realitet shumë të errët. Çfarë ndodhi me ty kur ishe 10 vjeç, Aurora? Po kanë një histori që pat ndrujet babi i babit, më thamë gjyshen ka babaj, edhe unë kam pas vlarë në aftësit të pësumen të nëra, këta që nuk jetë në. Edhe më lanen, dhe më thamë më kujdes për vlarë, më lanen shpi, një për vlarë jem ikë të pove dhije, edhe ndel për shpi, të një që të po televizor. Pra vllai yt ishte me aftësit kufizuara dhe ty të duhej të kujdesesh për të. Ndërkohë që familja jote, prindërit e tu ishin në një fatkeqësi. Sa ishte ora kur vllai jot doli nga shtëpia? Kishte kanë ora 3. E pas drekës? 3, po. Pas drekës, po, dhe 3. Yt ishte me... që ishin 2 shtëpia në nërtim. Ka martuar kishin hangër drekë në shpitame. Këta kishin pikapë, unë kam kanë vek persone, që unë i qusha vek kapët, që të më thanë, mami bëte kapët, që ka shaja, të më thanë. I përës kam veta, më këni po buan, po hajde, thotë se këto e ke. Tu e ditë se vëjemi kishte shep të shtëpia që ishën në nërtim, edhe unë, më thanë, shkoj. Ishte një shtëpi pranë banesës tënde, e cila po ndërtohej, aty kishte punëtor, dhe ata të thanë që eja se vllajin e ke këtu, por në fakt të gënjyen. Po, dhe pastaj? Në fakt më gënjyen. Unë hi në një nga dhoma të shtëpis. Po. Edhe kur më mënën e gjaj vetën të më shtetën mas muajt, më thanë një shpatull, dorën e shpatull, edhe një shtetën mas muajt. Edhe më nëjë thanë të më prejkë, të më... Ishin 2 persona? 2 persona që abuzuan me ty? Njani bote roje, njani këshlan bë roje, kur që tjetëri abuzoj me më. Vetëm njëri abuzoj me ty? Vetëm njëri, sepse më nëjë mësi... Unë i më e mënë në të tjara i porta fjallë për ati që personit që ka krya këtë me tha. Unë më roba punit për tesh, hajde se e kje roba në ti. Shkoto e kjetë me baroje. Edhe e kjetë e tha ju e tha. Në tha jam, absolutisht. Në kërë që unë më thanën që mas me të kësu kujtë, që që ka se na s'kanë me të besu, nuk dhe të vrasim ty, dhe të vrasim baben, do të shohim, do të marrim atë me veti me prosesi. Të dy të kërcënuan? Apo vetëm ai që abuzon? Të dy. Por më kanë të dy bashkëpunëtor. Qa moshe kishin personat? Rreth 40 vjeç. Rreth 40 vjeç. Aurora, si u ndjeve ti në ato momente? E kuptove se çfarë ndodhi me ty, sepse ti ishe vetëm 10 vjeç? Nuk e di sa informacion kishe për pjesën e intimitetit, marrëdhënieve seksuale. Unë kam bërë kam shku në shtëpi, jam la, dhe më pëllët e qaku, s've kanë lumë, nuk e kam mënu, veç mas i kam bërë dush, më kanë marrë, vëllanë, më kanë gjetë, ata më nëjë vëllanë, kam shku në shtëpi, më kanë shku në shtëpi, mas kërcënime vetëm rroshin menja, ata kërcënimet e tyne që do të brasin familja, do të brasin ty, do të besojmë push tia, dhe po fore ty nuk do të besojmë, që do vritë e shti. E kuptove që isha abuzuar? E kam marrë vesh më vonë. 16-17 vjeç, unë e kam kuptu, dhe më thanë që kam kërë në abuzu më dhe thanë. Por ama nuk u dusha me thanë, se që ka më nuk e kam marrë vesh. Nuk e kam kuptu që në momentin që kam marrë. Kam kuptu që unë kam pas dhimje, kam kënë si e drogume, kam nëjtë si empime, të mund të anë se që ka nënë e kam marrë vesh vite më vonë. Por nuk u dusha me folë. Kisha prik, kisha dridhje, kisha raste për shamull që më dridhë të në trupe, dhe vëzën, si kur më fut dikush një bretkot, sidomos kur ishën në pranit të meshkujve. Ma nëjë në mrava se për i prigët. Mund të ishte kjo, pra edhe nuk e di unë, dhe vëzën, një jo, për s'kam pas bëjmë bot me asë mija, shumë vetëm se ishte priga e skenërit apo një mashkullit. E kuptoj. Kur e zopu përsëritesht, shpesh, të më qënë mamit e mjekja ladjes,
Po. Edhe thotë, pa nevojë për burre, thotë kjo, s'ka si gjë. Mjekja. Mjekja tha këtë. Unë mjekja të vetohem, dhe më thonë, sepse kam shku të ca herë shtet, sepse kishe të dridhje, edhe më dridhë të tonë trupi, edhe nuk i kuptusha se pse. Sa vjeç ishe kur mjekja ju tha prindërve të tu që nuk kishe asgjë, kishe vetëm nevojë për burr? Thjesht 13 vjeçe, 13 vjeçe. Po si u ndjeve ti? Unë jera pa fuqishme. Të thasha, dhe sikur që ata më në kësaj, kjo s'do më besoj. Prindrit e tu arrinin të kuptonin? Ja. Absolutisht nuk kanë arrit me kuptu, bile ishe në notë mami si ishte kjo gjoja e mosh, dhe më thanë rebelimi i mosh, dhe në 10 vjeç ma e më kalo, ma në janë nëse... Po, është kjo pjesa e ndryshimit hormonal. Me dorë, ma, se kam la, se kam nën, ma. Nuk e ke, me dorë. Edhe thote, është rebelimi i mosh. Thamë, që shkut të menja, se që më kishte no. Ti fillove të ndryshosh sjellje në shtëpi, se si silleshe me familjarët pasi u abuzove? Rebele krejt, unë të bën rebele, mus, dhe më thonë mas ati momentit më për më gjote, unë dhe 10 vjetë që kam mu mame në i punë shpjetë në i gjë, unë s'kam prejt ma punë me dora, s'kam dosha veç mu zhduk me ikë për i shqipnijës, ma shpet që ti të mujtën me mu zhduk për e ti dhamet. I për një kohë gjatë i kam bërë në fajtor atë prindrit e mi për që am kishtë në sepse thosha, sikur atët mos më të shynën vetëm, më në shonë atë pojnë teme, mendoje ti atë. Nuk do t'kishtë në kjo gjë. Pate rast në jetë të ndeshësh përsëri me këta dy meshkuj? Me atë që ka bë aktimne, pak para se të vija në Itali, shkosha bosha një gjypan për të mos ngellsh të gjanë. Që në ko isha në ishë për shortin, në lagjen. Po, dhe ndeshë? Një lagje më në që krejt apër, më thonë, peras që pardi, aty. Po. Edhe kam kërë biciklet të shku të mjekja. Po. Edhe vetëm sa rastësisht e kam në gju zonin. Kam kësy kujtë, kam po në sy, kam po që ishte ajë, dhe më thonë, si plesh, kësho, që pak të kujtohet gjithë shka. E kam marrë bicikletër, kam ecë me kilometra, dhe më thonë, me shpeci, so nuk ke besë, nuk di gjo. Asë nuk di gjo dhe ku po shkush, asë nuk di gjo që ishë të bo, asë nuk di gjo në botë, se ku është, vetëm dushëm i sa më lehtë për të. Ne do të vjojmë të flasim edhe në vazhdim për historinë tënde, sepse ka akoma kapituj të dimshëm në jetën tënde për të mbërritur deri tek e sotmja, por dua të ndalem pak dhe të pyes Jonën, psikologen këtu në studio me mua, në lidhje me historinë tënde. Jona, çfarë ndodh me psikologjinë e një vajze 10 vjeçare e cila abuzohet seksualisht, për të kuptuar atë çfarë ka ndodhur me Aurorën dhe sa traumatike ka qenë gjithë përvoja e saj? Për fat keq, abuzimet të tilla ndikojnë drejt për drejt ose komplikojnë zhvillimin që një fëmijë ka filluar të ketë, si dhe në rastin e Aurorës, teksa po e dëgjoja, arrit të kuptoj gjithë ato procese që ajo i ka të natyrshme të zhvilloj, por ky abuzim ja ndërpret, ose ja përkeqëson, ose ja keq zhvillon. Çfarë ndodh? Është një moshë ku ne zhvillojmë sigurinë, ku zhvillojmë besimin, zhvillojmë kufijtë e vetes në raport, pra njohim trupin ton, njohim se si duhet të respektojmë, ndonjëherë e kemi të nevojshme që një adult na i kujtojë, na thotë, na edukon mbi mënyrën se si ne shikojmë dhe respektojmë trupin ton. Dhe ky proces është ndërprer për fakt dhe të traumës që ajo ka kaluar, dhe ndodhe kundërta, prishet besimi, ndodhe pjesa e sigurisë që fillon dhe bëhet gjithmonë e më alarmuese për të, siç e tha dhe vetë në një moment ku kishte frikë të qëndronte me burrat në praninë e meshkujve të tjerë, dhe kjo është më se normale të ndodh. Ajo që unë do kisha një kuriozitet shumë të veçantë në raport me Aurorën është se çfarë mendimi ke pasur Aurora ti gjatë kohës që është zhvilluar, domethënë, ose ka kaluar pjesa e traumës, çfarë mendoje ti për veten? Unë mendoja se kisha meritu. Ka një periudhë kohë që unë mendoja sinqerisht se unë e meritosha atë që më kishte ndodhur. Mendoje që e meritoi atë që ka ndodhur? Mendoja se ishte fajtore unë, domethënë mendonse se domethënë ishte pa jam. Unë nuk duhet të besoja, unë nuk duhet të leja vllain me dal, unë do të isha më kujdesshme. Për fat të keq, kjo është një narrativ që ndërtohet në mendjen e një personi që abuzohet. Pra, i tregon vetes. Më kujton për jetimin e Brunës, histori që kishim 2 episode shkuar, Jona.
Po. E njëjta histori, një vajzë abuzuar që vishte veten me faj për abuzimin e saj. Në abuzim është pikërisht nëse ka një fjalë kyçe që mund të përmendim në pjesën e abuzimit, është ndjesia e fajit që zhvillohet dhe ne brendësojmë, pra bëhet pjesë e jona dhe ndikon deri në ato që ne kemi thënë edhe në identitetin ton. Pra ne ndërtojmë një fjali me veten, themi unë nuk e meritoj një jetë tjetër, unë nuk jam e vlefshme, apo siç thotë edhe Aurora. Por kjo ndjenja e fajit ke përmendur në terapinë e shkuar që vjen edhe si një mekanizëm mbrojtës, edhe për të krijuar një ambient të sigurt në mendjen tënde. Një nga efektet e traumës është edhe kjo që zhvillohet ngrirja ose shkëputja emocionale, që janë të dyja mekanizma të mbrojtjes që e bën individin të mos e përjetoj traumën gjithkohës, bën atë ngrirjen dhe distancimin emocional nga situata. Po, sa e dhimbshme është gjithë kjo ngjarje jona, duke kujtuar atë çfarë Aurora tha. Është ndjerë mos kuptuar, ka nisur të rebelohet. Abuzimi i Aurorës ka ndodhur për fat të keq që përpara se të ndodhte ky kryesori, moshën 10 vjeçare, ka filluar nga babai i saj, që dhe pas abuzimit është shtrirë në gjithë komunitetin. Përmes historisë tënde kërkojmë të kuptojmë se çfarë ndodh në një realitet tjetër larg kryeqytetit, po edhe prezent ndonjëherë në kryeqytet, ku zhvillohen të tilla situata, ku fëmia fillon të rritet me frikë para se të ndodh një situatë abuzimi. Pra, ndjesia që ti ke ndjerë si fëmijë nuk ka qenë e sigurt. A ke pasur ndonjë person në jetën tënde që ka qenë më afër teje dhe pse ti nuk e ke treguar kurrë këtë histori që po ndan sot? Që e ke ndjerë? Por e person që unë ja kam thënë për abuzimin seksual, ka qenë tejja jeme. Në çfarë moshë? Kjo, them në moshën 28 vjeçare, pak para se ma shku me marrë fëmijët në Itali. Çfarë të bëri Aurora që t'ia tregoj? Ishte në Itali. Bëra që t'ia tregoj sepse unë kisha vendosur me. Unë kisha vendosur, ta me dek me eti, dy rrugë janë. Për të nisur rrëfimin e kësaj faze të dytë të jetës tënde tani Aurora, kur ti 16 vjeç, morë një burrë të divorcuar 19 vjet më të madh se vetja. Ndërkohë që familja jote ishte në kundërshtim të kësaj martese, të këtij bashkimi. Pse e bëre ti këtë? Pse e morë këtë vendim? Sepse puna sepse ai më tha që donte me ikë nga Shqipëria. Dhe ne kisha këtë gjën që ndoshe me ikë nga Shqipëria sa më shpejt ishte mund. Ndoshe më shkput nga gjithçka. Ndoshe më ikë edhe nga prindërit e mi, sepse unë në atë kohë prindërit e mi unë më nusha pajtor për atë çam ishte në. Ish bashorti, ja kam thënë që unë kam pas një histori, sepse ai ka pas një vajzë i divorcuar me një vajzë më ndjesha. Dhe në tash nuk kam pas një histori me një shoklasit, edhe kaq. Nuk ka di gjë tjetër më në rregull, ka thënë edhe kaq. Kanë kënë sepse mosha 19 janë shumë. Po. Është më rrejt po. Si e njoh ish bashortin tënd? Ish bashorti im ka qenë shoku i babit, edhe ditën shpesh në shtëpi me atë edhe vajzën e vet në atë kohë. Për me na rregullu dritat, me rregullu në gjë hidraulike, i ditë duar për shumë gjëra. Po. Edhe do të thonë më duk, do të thonë, tosha kë nga raporti që ai kishte me të bien, unë kam ra, po thuj se më noshon që kam ra ndëshime ta. Sepse e kishte një raport fantastik me vajzën, në punë, do të ashtu tosha dritë. Ky njerë nuk mundet furë me më keq. Ase dosha më ikë sa më shpejt. Si reagoi familja jote kur mori vesh që ti doje të martoheshe me mikun e babait? Nuk më për 3 muaj, mas 3 muajve, po në rrëvi familjarët, agjët, edhe po fol, nuk ka fol mrapa. Të kuptoj. Unë mas 3 muajve, martes, ishte këtë villë bashkëtesë, se nuk mujshëm as të ba martesën. Po. Se unë kam kërë 17 vjeqe, unë kam kërë në Rahon, unë kam shku e Rahon, i kam thonë nënë, pare si me humpin, i kam thonë nënë, du mu këthy, më ka thonë absolutisht nuk bëjës pjarë kje punë, e ke marrë vete e ke lanë. Më dhe në, ishte që nëllë e, du më thonë, raje e vetë më thojza, kur më ka vrapë në lefarë, në barë. Po pse të dhunon të Aurora? Pse të rikëta? Sepse erdhe një dikush me kërku për punë, edhe unë që për gjumit, edhe më kohek për i dursh, tia më kohek djera, ish djera. Edhe ta shikoj të se është të dzane ta, nuk mund është të me bëjë këtë gjë. Sa muaj që isha Aurora? Kam keni në 8 javë që është të dzane. Dhe qaj ndodhi fëmijës? Fëmija humbi. Mund ka la një javë me hemorragjin shpitë të më thonë, si a i, si ish djerë që është të dzane, është normale me të pasë hemorragji. Edhe më mlenën mas një javë të kam arrit me unë shma njën më në qute nëne jeme, për
më shku me bë një vizitë bashkë me nënën teme. Kena shku te ginekologja, më ka dhënë një hekim për mas me abortu. Unë tha kam shku në shtëpi, kam pas abortin, edhe më thënë më ka çu mami jeme. Pra, shkak i këtij aborti u bë dhuna që ai ushtroi ndaj teje. Po, se ardhe dikush me kërku për punë, me dhone çova prej gjumit. Ç'a ndjeve ti në atë moment? Kam bërë një jotë fort, ankora fix kam ditë gjama në botë se çfarë bëj me mua. Jam shumë nuk e di sa kohësh, do të thënë punor do të ketë. Po. Kam po momentan të kryt. Edhe më tha mami, më në çelë të thaj, mos më rëzita, se do të kesh orë të tjera prapë. A thashë nuk du më rast të tjera me të. Unë nuk du më me jetu me të, du më të në shpi. Po plasta me babin atë ko ishte në Itali, nuk u batë të tjallë, vete ke marrë maja egzakt. Jona, çfarë reagimi ky nënës? Po, prandaj them që abuzimi fillon dhe është rrirë në gjërësisht në komunitet, tek gjithë personat rreth rrotull Aurorës. Por dua të shkoj pak pas dhe të kuptoj dinamikën kur ajo vendosi, se si tha, vendosa të jem të krijoj një raport emocional me një person që është 19 vite më i madh, vetëm sepse pa një imazh tjetër, ndryshe nga çfarë kishte jetuar në atë kohë. Ishte miku i babait, ishte miku i babait, por ishte një ndryshim që ajo si kishte vënë re më përpara, një marrëdhënie ndryshe baba-fëmijë. Dhe filloi të kuptonte që ndoshta ky person mund të krijojë një marrëdhënie tjetër me mua. Pra aty është ajo përmbushja e iluzioneve dhe nevojave. Nuk isha e virgjër, edhe nuk do të mundesha kur të lidhesha me një djalë të ri. Edhe kjo ka qenë një nga arsyet e pikërisht Aurora. Isha me gjuhë në televizor, edhe gratë që bëjnë të muhabete, do të thonë gratë mbaja. Ashtu bëjnë të muhabete që një gru në Shqipëri, nuk e më mend çfarë ramet, një personi burri, nuk e kishte gjetë të virgjër, edhe ishte prej humën apo të vesh. Ç'a traumash? Edhe kishte fut frikën, edhe që kishte krijuar këtë skenar në mendje nga pjesa e traumës. Isha frikën më lidh me një djalë që mund të ishte 22-25 vjeç. Kuptojmë. Ajo pjesa e vetvlerësimit është po ashtu që preket. Po ashtu mërgesh, mamën, kjo ka kanë gjoja më... Ke menduar të bësh edhe mërgesh? Bëha sa mërgesh. Kam shku më bëha mërgesh, kam shku në të disa mërgesha në Piraj, në Lezhë. Po. Edhe më thanë në mërgeshet, në superiore, të nuk e ke thirrje. Nuk e ke thirrje, unë kam najt një javë, unë kam ra 8 kile për një javë. Jam do pësu, pra, që kisha dy me hangër sot dysh, qa po den, me hangër, me shu, por ti, kur jenë në atë ambient, do të mundi e mushën, do të mundi e plëtsume, do të mundi e donstën, unë një që të me kenë burgë. Të kthehemi pak Jona tek pjesa e vetvlerësimit që kape, sepse është një aspekt shumë i rëndësishëm. Pra, dukshëm të gjitha këto trauma i kanë prekur vetvlerësimin që nga abuzimi seksual, që nga dhuna që ka ushtruar babai, më pas bashorti, të gjitha e kanë rrëzuar. Është e dukshme që ka një çështje me vetvlerësimin dhe në rastin e Aurorës, sikundër tek gjithë rastet, pothuajse të gjithë rastet, edhe është natyrshme të preket vetvlerësimi, se ti ke një sulm që i bëhet trupit tënd dhe jo vetëm trupit, por kalon edhe në ato shtresat e thella të vetes, duke prekur edhe elemente të tjerë psikologjik, emocional që i shkund edhe ti duhet fillosh tani të jetosh me ato shkundjet, ato tërmet që kanë ndodhur fal abuzimit. Vetvlerësimi që Aurora mund të ketë përjetuar, pra i rënë ose i ulët, ka bërë që po bëj një lidhje tashmë me mënyrën se si ka vazhduar jeta e saj pas abuzimit. Mendoj se është lidhur pak edhe me pjesën e kërkimit të validimit tek pjesa e meshkujve të tjerë që ajo ka pasur kontakt, pra të gjejë një formë sigurie tek ata. Dhe pse në nivel tjetër kur e racionalizon situatën thua prit se ndoshta nuk është rregull që unë po martohem për shembull me një person që ka gati 20 vite diferencë me mua, por në atë moment ai ka kërkuar një ndjenjë sigurie. Sepse vetvlerësimi i saj është shumë i ulët. Siguria jashtme është po ashtu në mungesë, pra ndihet e kërcënuar, është vetë mendja që është në alarm gjithë kohën dhe vetë situata që përpunohet së brendshme me ndjesitë e fajit, kështu që duam apo s'duam, ajo ka kërkuar tek dikush tjetër. Qoftë në krijimin e iluzionit ose të idealeve, se si do dëshiroja unë të ishte një gjë dhe ka mjaftuar aq pak
për të përmbushur atë nevojë dhe më pas e ka ndjekur, por siç duket, diferenca e moshës ka bërë që të krijohet një abuzim i ri në jetën e saj. Në dhunë edhe me humbje fëmije në këtë rast. Edhe kjo pjesa e sigurisë që përmend e ka vijuar edhe në martesë, sepse u abuzua, humbi fëmijën, ndërkohë që martesa vijoi, sepse nuk pati Aurora asnjëherë mbështetjen e prindërve. Aurora ti, edhe pse nuk deshe të vazhdojë këtë martesë, u ndjeve detyruar të ktheheshe, madje sollën në jetë edhe fëmijë me ish-bashortin tënd. Si mundet ta vazhdosh të martesë? Unë e vërtuat martesë sepse në moshën e të poshtë s'kisha ku me shku. Kjo ka gabimi jam më fatal. Mendoje që s'kisha ku shkoje. Po, kisha ku me shku. Unë mund kisha shku, do të thonë tek qendra e gruas, kanë atë, por nuk kishim as informacion. Mund të bëj një ndërhyrje, mund të pyes, kishe frikë për shumë kur the këtë fjalën që unë nuk e dija dhe e kuptoj shumë mirë që në atë kohë ne mund mos e dim eksaktësisht se si do vepronim. Tani e logjikojmë ndryshe se je larg atij momenti, por ka qenë më shumë frika e braktisjes që ti kishe më të madhe apo frika e dhunës? Isha e billur se po meritoja sepse nuk kisha në gjunane në babën. Edhe duhet domethënë ishte ngulin në krye që unë e meritoja gjatë sepse nuk isha në gjunane në babën, në momentin që kuptona ky njeri nuk është për ty. Ne më themi këtu që abuzimi ndonjëherë na krijon disa filtra, cilat në bazuar në këto filtra ne fillojmë dhe të bëjmë zgjedhje më pas. Zgjedhje që nuk janë në raport të drejtë me atë që quhet e shëndetshme. Dhe prandaj zgjedhjet e mëvonshme dhe gjithë zinxhiri i zgjedhjeve ka ardhur si pasojë e gjithë abuzimit të përjetuar. Një realitet i kushtëzuar për Aurora. Aurora, sa fëmijë sollën në jetë më pas me ish-bashortin? 3 fëmijë. Plus që kam pas edhe një abort, por kam pas djalin 2-3 muaj, djalin e vogël e kam pas 2-3 muaj. Edhe unë kisha me stazon përsëri, edhe jam detyruar me bë abort këtë radhë mjekësor. Këto shtazani vinin me dëshirën tënde? Me dëshirën time s'ka ardhur asnjëna. Asnjëra? Me dëshirën time s'ka ardhur asnjëna, por nuk kam ditë se si janë masat mbrojtëse. Unë nuk më ka fol kush për masat mbrojtëse. Mas abortit, që kam bërë pastaj mjekësor, që i kam në fit me ish-bashortit, po ardhë as me marrë, as kur gjallë, po jam këty në shtëpi, jam e shkatruar si psikologjikisht, si fizikisht, sepse kam marrë, do të thonë, pëjtë spitali i Shkodrës, të materniteti, deri në shtëpi teme, është goxha rrugë, dhe shku në kam as një ndërhyrje kirurgjikale, amora unatin. Edhe, po ka mbegje e fështirë, edhe më tha, hajde tha, shqyqy që ardhej, sepse unë nuk jam badan, dhe më thonë, nuk jam babysitter, me fëmijët e vetë. Edhe, kjo ka një gjotë që ma duk, në shpër një jam të jetuar, me ke jam të jetuar. Aurora, erdhi një moment që ti vendose ti japësh fund martesës, siç e përmende edhe momentin kur i kërkove ndihmë tezës tënde, e cila jetonte në Itali. Sa vite kishin kaluar nga martesa jote kur vendose të ndahesh? Unë kam marrë 11 vjet e martume. Nimin nuk e kam kërkuar tezës faktikisht, nimin e kam gjetë vetë në rrjetet sociale, në Facebook. Unë isha ndarë nga ish-bashorti sepse kisha dhunë, por jo ndarë shumë e ligjë, e ndarë, ai kishte shku te shtëpia vet, unë te shtëpia sepse kështu kishe vendos baba jam, mas një dhunë e barbare që unë kam posta dhe fotot e nxjime mosha shumë kush i ka pa. Pas ka ardhur një moment kur prindrit të pas kanë kuptuar, pra? Jo, kuptu me ndërhyrjen e çanës së gruas hapet e lehtë, ose më saktë më mirë me Zoja Lulieta Alibali, me mënimën e saj. Po. Unë kam arrit me billën babën tem që nuk është ma, nuk ka pëse me funksionu ma kja martesë, edhe më ka larë me shumë shtëpinë e ti, me kushtin që mos në bëtë divorcin e gjarë. Një po unë, dhe më thënë, kam kene rreteve sociale, që atërë, unë kisha shku në Facebook e divorcuar, lumëturisht e divorcuar, ka qërë frazat që unë e kisha bërë, dhe më thënë të... Ti në mundjen tënde ishe ndarë, për ty kështë marrë fund martesa, po. Kjo tërheq shërbëmenjen e një mashkullit, dhe më thënë, me një si për bashkë, të pull, më tregan për jetën e vetë, një histori edhe e dhinshme, e tham vetë, nuk kam ku me shku, e tham vetë, nuk e kam bërë divorcin se nuk kam ku me shku, nuk jetë e mamet një, po hajde me të të onë. A jetonte në Itali? A jetonte në Itali dhe po, ty t'u hap rruga për... Jetonte në Itali në La Spezia. Po, për të dalë më në fund jashtë vendit. Nuk e më nëtë se do të ditë më në taku. Ka ardhë më në taku,
ka pa fëmijë, se do të thonë edhe tu gabim fatale jame që tillë mi prezantu një dikam fëmijëve. Por më tregu që situata jame ishte reale. Që kam çuar në shtëpi të fëmijët e mi. Por okay, në rregull, më thotë, por s'mund me të marr, nuk kam kushtet ekonomike, thotë me marr të tonë bashkë, por gjej një punë. Flemi fëmijët dikujt, unë s'kisha kujt me lënë kërkujt në botë vetëm babës vet. Edhe babën e fëmijëve të mi, unë arrini a mushmendjen, me bë divorc konsensual, që do t'ikisha në një shtet të Europës, që pa bën këtë gjë, ma më larë të marrë dhe ty, ma dhe i mbrapa, me anë fëmijëve se fëmijët ishin minoren. Edhe unë kam bë loj aktrimit vërtet, kam bë si kur du një person që unë orreshëm me tonë forcën e shpirtit. Në shkurt të 2014 kam fillu divorcin, në qershor të 2014 kam marrë divorcin. Sepse divorci ka qenë konsensual. Po, dhe ti? Edhe këtu baba jam, sepse unë prishëm mami, baba jam mërë vesh që unë po divorcohesha, edhe më thotë nuk du për me pengu e ba divorcin, nuk du të të nësë një mjë që ty që në bjam një vajznin stoma, sepse unë bjam një vajznin e kam stoma. Edhe shpej e me kështu, nuk e di se si e kam posa siguri, ti si ndeni njeri tosh unë zdu të herë. Edhe më të bjam e ndibra. Edhe ashtu më dhe dhe pastaj emigrove, u bashkove me këtë personin që ti njohe nga Facebooku. Për një muje pak, dhe më thanë, kam najtë në shpinë e ti, kam najtë me te bashkë. Po. Prisha me një bashkëshortin të tanë që atë më të buka edhe shnijet, më nga nem, ka mërë mollë, dhe me këti shumë, dhe më thanë, nuk e di si me këtë, që ka një qift, që qift të dashurëm. Po. Edhe prisha dhe pinë, shikosha dhe pinë, me anë të Skype-i. Me lojën teatrale që ti ke zhvilluar ndaj atij, ai ka besuar që ti do riktheheshe, në fakt, ti kishe së synim që ti merrje fëmijët. Unë jam rikthyer një javë para faktit, sepse atë moment i kam të gënim tezës, unë jam rikthyer, sepse teza ka mushmendjen, babstem, me më dhënë lekë të nevojshme, me shku marrë fëmijë. Po në kanë rreth 1.500-2.000 euro. Ti dha babaj, dhe ti more fëmijët. Pasaporta, o do shte leja në të rejizume, ishtë bashkëtortit për me kalu fëmijë, jashtë shtetit. Ta dha prokurën. Një ka vanë të e bilën që unë një herë të marrë letrët, du të marrë me veti. Pate probleme me ish bashkëshortin më pas, sepse ti vazhdove bashkëtesën me personin e ri? Absolutisht nuk kam është me ditë asnjë gjë më për të. Vazhdove jetën. Aurora, pra ti zgjodhe të vazhdosh bashkëtesën me personin e ri, një kapitull që përsëri nuk erdhi mirë në jetën tënde, sepse ai u përpoq të respektonte ty, të donte ty në thonjza, por jo fëmijët e tu, derisa erdhi momenti që ai abuzoi fizikisht djalin tënd, e dhunoi deri në atë pikë sa ishte shkolla e djalit e cila u detyrua të denonconte rastin. Dhe ky ishte momenti kur ti vendose të shkëputësh marrëdhëniet me këtë person, nuk e humb asnjëherë besimin tek jeta, ndoshta edhe tek burra, derisa hyre në një aplikacion njohjesh ku njohe bashkëshortin që ke aktualisht, bashkëshortin italian. Për ta përmbyllur, si ndihesh ti sot? Për përmbyllur shkurt e shqip, do të thënë para fëmijëve të mi nuk vetë kërkam botë, absolutisht. Unë besoj që çdo gru që jeton në fytyrë tokës ka drejtën më dosht, e mundi e doshtën. So ka 3 fëmijë, ka 30 fëmijë, ka 300 fëmijë, ka drejtën me kanë gru, se në rrallë por jena gra, mama jena nëna, pavarësisht se, më tonë, se po lënë fëmijë mrapa. Unë i kam thënë edhe bashkëshortit që kam sot, dhe më thonë jam martuar, edhe unë i kam thënë, para fëmijëve të mi, në kje kërkom. 0. Edhe kjo e aplikacionit, unë nuk kam një tamam për shefi. Unë kam një për me i bëj një dëshëgjësim, më hakmarë ndaj mamit. Për hakmarën ndaj mamit. Për hakmarën ndaj mamit, sepse mamin teme i dona një surprizë shumë bukur për ditëlindjen, edhe nëse dhe një për çaj, shumë, mamën e kur ardhi punë, mamën i kishte bërtit babi, sepse aja normal i kishte thënë shoqit. Aja i kishte bërtit i shoqe aso, e bërtet muti, që a dosh me bëmë më surprizë, ti a dosh me me shpitane, ti ki dërë më darë më prej burrit, e o tash, ti dosh me mbarë më shupër, që të defterën ty të shepin. Shkova të nesëm, jam regjistru të këtë aplikacion, kam dosh tesh me pus në butë dhe me thanë jam e pijume. Me bunë në rritët sociale, kja po kërë. Por e nu që e persone sot burem. Rebele Aurora, je shumë rebele në karakter. E ke sfiduar fatin edhe njerëzit. Nuk e bukur, po kam qenë shumë hakmarrë. Se kam menduar se dikush që më bën keq, duhet më pagu. Çuk t'javën në jeme.
Ilona, duke qenë se ne lidhim gjithmonë abuzimin me diçka negative, mund të nxjerrim ndoshta një gjë që un kam vënë re, po jo vetëm unë, personalisht në raste që kam trajtuar apo vetë nga fakti që kam punuar në një qendër të viktimave trafikimit dhe aty kishte edhe raste të abuzimit, pra I kam prekur në të dyja versionet. Do të them që një nga karakteristikat pozitive që vijnë të re të disa viktima është që zhvillojnë një ndjesi force dhe shprese. Shprese për një ndryshim, për një diçka të cilën ata e presin që do ndodhë në jetën e vet, pavarësisht zisës së asaj që ka ndodhur, prap diçka ata e shpresojnë shumë që mund të ndryshojë jeta e tyre. Dhe rasti konkret ishte dhe Aurora, që po të shikojmë, duket si nga ato prallat me fund lumtur që ka gjetur personin I cili më në fund mundet ajo ta lë veten e lirë, të mbështetet tek ai dhe të ndihet e sigurt, ndryshe nga çdo mashkull që ajo ka pasur në jetën e vet, dhe për këtë më vjen mirë, le themi nëse bëjmë atë listimin e 3 kategorive që zakonisht si zhvillohen pjesa e pritshmërive ose I mënyra se si viktima jeton, pasi janë 3 gjendje që zhvillohen në mënyrën se si një abuzuar ndihet. Është një e gjendjes së shpresës, siç e tham, është një e ngrirjes që personi jeton totalisht I ngrirë frymor, jo që të jetojë jetën, dhe një që duron realisht, pra e pranon atë që I ka ndodhur dhe mbetet në pozitën e të qenit ose të ndjerit viktim. Po ndonjëherë edhe e detyruar të pranojë. E detyruar. E kanë detyruar rrethanat, sidomos prindërit e saj. Kur një traumë nuk përpunohet, normalisht do zhvillohen këto dy gjendjet, por pam që në rastin konkret Aurora ka kërkuar ndihmë, edhe në bazë të kësaj, po edhe një gjendje e saj personale, cilësi e saj, mund ta ketë bërë së shtyr që ajo të avancojë në përpunimin e traumës edhe të jetojë në zgjedhje të lirë. Dhe këtu ka vërtet merit dhe vlen për të çmuar gjithë kurajoja e saj, për të ecur përpara, për të dalë nga errësira, sepse ka gra që realiteti dhe rrethanat I thyen, I mbysin dhe vetë shkatërrohen në atë dhimbjen e tyre mirane. Ndërkohë që Aurora nuk ka hequr dorë asnjëherë së kërkuari në jetë, pra ka provuar fatin e parë, kishte ndërtuar edhe një skem se si mund të martohej, për të sfumuar gjurmët e humbjes së vajzërisë, pastaj shkoi tek partneri I dytë derisa hyri në aplikacion me disa nota diku rebelizmit që edhe përmenda, por prandaj them që janë edhe cilësitë tona personale që ndonjëherë dalin në pa edhe në këto raste kur duket sikur nuk kemi më shpresë. Prandaj është një karakteristike veçantë të pasurit ndjenjen e shpresës dhe është një nga cilësitë që ndihmon dhe shëndetin tonë mendor. Sa e zakonshme është për viktimat e dhunës, qoftë dhunës fizike, qoftë dhunës seksuale, që të kalojnë në një lloj indinjate dhe rebelizmi, siç bëri Aurora? E zakonshme nuk është, por është e shëndetshme që të kalojmë në rebelim, është e shëndetshme, sepse është ajo fortuna e brendshme, nëse mund ta quajmë kështu, e cila domethënë nga të mos foluri del në pa ose del jashtë ne që na bën të lëvizim gjërat. Kanali shkarkues. I emocioneve. Pra nëse nuk ka gjetur asnjë vend ku rasti konkret Aurora nuk fliste, atëherë një ndjenjë e brendshme që gjëja nuk është në rregull ose unë duhet ta komunikoj këtë dhimbje, del edhe përmes sjelljeve tona rebeluese, duke bërë ndryshim, duke sfiduar, dhe më pëlqeu shumë që ajo momentet saktuara tha unë kundërshtova pak edhe mamin në atë zgjedhjen që do bëj, pra t'i tregoj asaj që unë mund të bëj diçka më shumë, apo duke sfiduar teatrin, duke martuar me një person I cili ishte më I madh vetëm sepse ajo ndoqi një nevojë të vetën, që tha unë tek ai kisha një shpresë se do më trajtonte si vajzën, pra si vajzën e tij në marrëdhënie, dhe kjo është një ndjenjë që të shoqëron me atë ndjenjë e shpresës që ne po flisnim, pra të dyja ecin paralelisht, një shpresë për një jetë më të mirë dhe për të ndryshuar realitetin në një formë të veçantë që vjen edhe përmes rebelizmit. Është përpjekur gjatë gjithë rrugëtimit të saj të gjej vende dhe momente ku të kapet dhe të ngrihet, dhe është për të admiruar sepse ja ka dalë. Për ta mbyllur Aurora historinë tënde që nga abuzimi në fëmijëri e deri më vonë. Shurti im ka kaluar përmes asistenteve sociale, para se me njoh fëmijët, ka kalu përmes punëtorëve të strukturës që kanë janë tona psikologe, edukatore, edhe psikologët e fëmijëve, sepse edhe fëmijët e mi kanë pas psikologe në atë kohë. Unë kam pas psikiatre të grupit të grave të abuzuara. Edhe ka dashur me pru edhe vërtetim që nuk ka kanë asnjëherë të nume. Ka ardhë asistente sociale këtu ku jam sot, unë ku flas nga puna e burrit, edhe ka pa situatën, më mënën mas 3-4 muajve më kanë dhënë lajm që më lënë me taku fëmijët. Më përpara s'ka mujt me taku fëmijët, po I kalu këto në gjana. Edhe ka ditë me prit,
Ai ka prit në orën 9, prisë me të në telefon, sepse gjatë ditë nuk ishte në botë me folë me të, as nuk u bate fjallë që me folë me të, sepse ishte rëpit. Edhe prit nuk u bote me marrë vesh, sepse ai ishte një tentenet. Je lumtur sot, Aurora? Jam shumë e lumtur, në ta pavarësisht se mi ka shumë njerëve të burrim, thënde. Pse? Por ka drejt, sepse kam e shku punë 8 sate, kam një qytet tjetër punë. Ja, dhe bashorti. Salve. Buonasera. Ciao. Ti salutiamo da Albania, hai una donna splendida accanto a te. Penso. Aurora, unë të falenderoj, e di që kemi kaluar ndoshta kohën, sepse ti të duhet të vraposh për në punë. Ishte vërtet nder që ne ndam këtë bisedë me ty, nuk mund të them kënaqësi, sepse ne nuk na vjen mirë të dëgjojmë rrëfime kaq shtronditse si ai që ti ke kaluar, por na vjen mirë që ti e ke kapërcyer gjithë të rrugtim të jetës tënde dhe sot jeta jote ka qeshur, je lumtur, ke familjen tënde, ke një bashkëshort në krah dhe fëmijët e tu kanë marrë rrugtimin e tyre në jetë. Uroj të kesh një jetë të lumtur në vazhdimsi. Faleminderit. Edhe unë uroj që ta me gratë edhe vajzat të fillojnë të duhen veten. Sepse nga ajo do ta duhen në tjetër. Edhe të guxojnë siç bëre ti. Edhe më guxum, duhet me trukit. Në çështë sopën një derë ka tjetër. Aurora, faleminderit. Ju përshëndesim. Jona sot ndam bashk në këtë divan terapie një rast shumë të rëndë në ngjarje dhe në përjetime dhe unë të falenderoj shumë për analizën edhe gjithë interpretimin që i bëre rastit. Ndihmon të kuptojmë historinë e Aurorës, por edhe shumë histori të ngjashme. Po. Faleminderit ty, Elona, edhe për pyetjet. Nuk është e thjeshtë edhe të jesh në pozicionin tënd, që duhet të ndërhysh me disa pyetje shumë delikate, se dhe rasti ishte i tillë. Po. Dhe disa jetë nisin me dhimbje, por dhimbja nuk është gjithmonë fundi. Aurora na tregoi se një grua mund të prek ferrin, por mund të arrijë të gjejë edhe dritën. Kjo ishte seanca e saj e parë, seanca Aurorës. Bashkë takohemi në një tjetër seancë. Mirupafshim. Ándale.